Mirë, fillojmë. Mirëdita të gjithëve, të nderuar kolegë, nderuar drejtoresh, të nderuar pjesëmarrës. Kemi thirrur këtë mbledhje jashtë radhe, thirrur nga kryetari i bashkisë, për disa pika të cilat dushet të kalonin pak më përpara se të vinte mbledhja e radhës për shkak të kronologjisë kohës së tyre të shkurtër. Dhe u desh të thristim këtë mbledhje jashtë radhe siç u njoftuam. Pikë së pari verifikojmë korumin. Korumi realizohet pasi janë diku te 17-18 këshilltarë në sallë, më falni për saktësinë, kështu që mund të vijojmë me rendin e ditës. Dhe ju ftoj të miratojmë rendin e ditës. Kush është dakord? Kundër? Nuk ka, abstenim nuk ka, miratohet. Pra rendi i ditës përbëhet nga 3 pika, po të heqim hapjen edhe deklarimin e konfliktit të interesit. Pika e tretë është miratimi i programit buxhetor afatmesëm i rishikuar për harkun kohor 2026-2028. Projekt vendimi tjetër është për miratimin e pjesëmarrjes të Bashkisë Maliq në zbatimin e një projekti që është në bashkëpunim me Greqinë, dhe pika e 5 është miratimi i raportit të hartuar nga Komisioni i Mandateve pranë Këshillit Bashkiak mbi heqjen dorë të mandatit të njërit prej kolegëve tanë, zotit Ronaldo Skënderi. Pra ky është rendi i ditës. Fillojmë atëre? Po. Përshëndetje të gjithëve. Në emër të grupit të këshilltarëve të opozitës, pasi jemi me ata që janë prezente, ata që nuk janë, pasi jemi njohur me konsultimet publike. Gjithashtu është respektuar dhe rregullorja e Këshillit Bashkiak. Ne jemi dakord që ta kalojmë këtë projekt dhe votën tonë pra. Kë projekt? Pikën 3. Po dakord. Ja të shkojmë atë. Mirë. Ja të shkojmë atë. Atëre kalojmë tek pika 3. Më falni. Dua t'ju përmend konfliktin e interesit. Nëse ndonjëri nga kolegët ka konflikt interesi me ndonjërin nga pikat e rendit të ditës, është mirë që në atë pikë mos përfshihet as në votim as në diskutim. Dhe tani shkojmë tek pika 3. Projekt vendim për miratimin e programit buxhetor afatmesëm të rishikuar për vitet për arkun kohor 2026-2028. Nga Komisioni i Financës, nuk e di kush është i pranishëm. A e ka parë komisioni këtë? Nuk e ka parë. A ka ndonjë pyetje? A ka ndonjë pyetje te kjo? Ndonjë paqartësi? Një diçka. Po. Përshëndetje, faleminderit. Kjo mbledhje ka rëndësinë e saj dhe ne ju përgjigjem thirrjes për ta bërë këtë dhe për ta bërë në kohën e duhur. Një diçka për sa i përket Komisionit Financave, mirë ishte të kishim një informacion. Këtu ata i Petriti i ka vdekur jati e di që është. Po të kishim një informacion që ata e kishin diskutuar pas kishin diskutuar këtë histori. Dhe që thotë Inglatina, ne konsultuam dhe u nxituan çik para kohë. Pikën 3 ne jemi plotësisht dakord që të arrihen afatet kohore dhe do ta miratojmë. Faleminderit. Faleminderit. Ky ishte qëllimi për punën e afateve kohore. Drejtoresh e zonja Alma, drejtoresha e financës, mund na shpjegosh disa detaje se aty thuhet e rishikuar, domethënë dhe çfarë? Faleminderit. Përshëndetje një. Ashtu si çdo fillim viti miratojmë kalendarin e procedurave të projekt buxhetit afatmesëm 26-28. Edhe këtë deri në 15 shtator është afati i fundit për të miratuar programin buxhetor afatmesëm të rishikuar. Në qershor ne miratojmë programin buxhetor afatmesëm që hedhim tavanet dhe vazhdojmë. Në vijnë dhe mendimet nga Ministria e Financave dhe miratojmë deri në 30 qershor sipas afatit programin buxhetor afatmesëm 26-28. Në korrik është hapi tjetër i cili kemi miratimin e programit për tavanet përfundimtare.
te tani është i rishikuar. Do me thënë, nëse nga koriku deri tani kemi ndryshime në PBA, mund t'i reflektojmë në këtë vendim. Por me ato që kemi patur ne nuk kemi ndryshime, është do me thënë tavanet janë po ato që kemi miratuar në korik. Gjithmonë në këtë fazë kemi edhe ato dëgjesat publike, të cilat janë realizuar jo plotësisht, kemi për arsye të ndryshme, janë dhe disa në 3 njësi që do bëjnë nesër, por ato ndikojnë më shumë në programin buxhetor afatmesën përfundimtar, të cilit është viti 26, dhe për buxhetin e vitit 26, nuk ndikojnë në ky. Kjo është, këto janë afatet ligjore të cilat her pas here duhet të miratohen. Ndryshime nuk kanë. Ka ndonjë pyetje? Ne kalojmë në votim. Pikën 3, kush është dakord me pikën 3? Kundër? Kundër? Nuk ka. Abstenim nuk ka, miratohet. Jo. Miratohet me 17 vota pro. Faleminderit. Atëherë kalojmë tek pika tjetër e rendit të ditës, pika 4, projekt vendim për miratimin e pjesëmarrjes së Bashkisë Maliq në zbatimin e projektit Agri i përshtatur në Water Resources Intelligence for Climate and Adaptation and Agricultural Resilience. Ky është projekti projekt vendimi numër 4 i programit VI IPA Greqi Shqipëri 2021-2027. Jam i sakt? Alban, do të na shpjegosh diçka rreth kësaj? Përshëndetje gjithëve. Atëherë, projekti në fjalë është një projekt i aplikuar nga Bashkia Maliq, nga Zyra e Integrimit Evropian, lidhet me thirrjet e hapura të programit IPA 3 Shqipëri Greqi 2021-2027. Është një projekt i cili do të zhvillohet, do të implementohet në bashkëpunim edhe me 4 partnerë të tjerë, nga të cilët njëri është në Shqipëri, ku është drejtoria e ujrave të Fierit, dhe 3 partnerë të tjerë, një organizatë dhe 2 bashki nga shteti fqinjë Greqia. Qëllimi i këtij projekti është, le të themi, të menaxhoj më mirë edhe të ul ato rreziqe që vijnë nga fatësirat dhe nga rreshtet e çrregullta, pra nga çrregullimet e motit që ne po shohim vitet e fundit, dhe ka si qëllim kryesor pra menaxhimin më të mirë të ujit, të tokave, dhe t'u jap, le të themi, edhe disa informacione më të detajuara, më të thelluara fermerëve të zonës së Maliqit. Normalisht, kjo pastaj do lidhet edhe me zonën ndërkufitare, pra me bashkitë e Greqisë, ku do jetë një rrjet i përgjithshëm dhe i përbashkët, që do kenë akses të gjithë partnerët pra për këto të dhëna dhe për menaxhimin e ujrave. Do ketë disa zona bujqësore dhe disa toka bujqësore të cilat do jenë pilot, pra për të testuar këtë sistem të përbashkët. Do të instalohen disa pajisje agrometeorologjike dhe disa sensorë, ndër të cilët do ketë sensor dhe pajisje që matin temperaturën e tokës, temperaturën e të ajrit, nevojën e tokës për ujitje, në mënyrë që dhe uji mos i kot, mos disa nga rezultatet e pritshme që do jetë, që mendojmë që do sjellë ky projekt, pra do jetë trajnimi rreth 300 fermerëve, të cilët do kenë më shumë informacione pra rreth ujitjes dhe menaxhimit të ujit. Mendoj që duhet arrim deri në 25%, një ulje 25% të përdorimit të ujit, pra një efikasitet deri në 25% në raport me përdorimin e deritanishëm, dhe një rritje prej 15% të rendimentit bujqësor në parcelat pilot.
Këto pajisje që do instalohen tek zonat ku do caktohen në Bashki Maliq, normalisht mbas 24 muajve që do zgjat projekti, do t'i ngelen në menaxhim bashkisë ku do përdoren dhe do menaxhohen nga strukturat përkatëse dhe nga ekspertët e fushës. Ky ishte shkurtimisht një përmbledhje, nuk e di nëse Faleminderit. Sa është sipërfaqja pilot dhe a është përcaktuar se cilat janë në këtë zonë është? Në këtë fazë ne sapo kemi, le të themi, firmosur marrëveshje në ndërmjet Bashkisë Maliq dhe Bashkimit Evropian, pra programit në fjalë, duhet të fillojmë me prokurimet sipas zerave që kemi në buxhet, në mënyrë që të caktohen edhe zonat specifike pilot, por edhe pikat në të cilat do instalohen këto pajisje. Kështu që nuk i kemi për momentin, na duhet edhe vendimi i Këshillit në mënyrë që të vazhdojmë me pikat e tjera. Mirë, faleminderit. Ka ndonjë pyetje rreth kësaj? Pra është një program ku synon përdorimin e pajisjeve inteligjente për rreziqet që i vijnë bujqësisë nga thatësira, po dhe ndoshta edhe nga përmbytjet, mos gaboj. Dhe edhe nga përmbytjet, por si qëllim kryesor është, le të themi, menaxhimi më i mirë i ujit që mos ik kot, le të themi, mos. Këto pajisje do na japin këto të dhëna, do na japin informacione ku do jenë open source, pra do ketë në akses të gjithë, le të themi, të interesuar, bujqësor apo dhe të tjerë. Dhe do bëhet, le të themi, një lexim më i mirë i këtyre informacioneve, gjithë sistemit meteorologjik në një farë mënyre, në mënyrë që edhe vendimarrja të jetë më e mirë dhe mos konsumohet ujë atje ku nuk duhet, pra mos i kot. Bashkëpunimi me Greqinë është zgjedhur si një vend i Bashkimit Evropian apo si një vend i cili e ka përdorur këtë lloj teknologjie? Atëherë, thirrja në fjalë është futet në kategorinë e thirrjeve ndërkufitare, ka për shembull Shqipëri, Greqi, Shqipëri, Maqedoni, kjo është specifike me Greqinë, por me zonat kufitare. Le të themi janë 4-5 qarqe të Shqipërisë dhe 4-5 qarqe të Greqisë. Idlir. Desha të pyesja sa pajisje do vendosen? Ose në një njësia, dy në njësia? Numri pajisjeve? Pajisjet duhet jenë, mos gaboj tani, diku 10-12, pikat, si që thash, pikat specifike nuk i kemi aktualisht, duhet të kaloj dhe ky vendim dhe më pas të filloj me ekspertët të zgjedhin pikat më të përshtatshme, le të themi, për këtë lloj pune. Mirë, ka ndonjë pyetje tjetër rreth kësaj? Pika 4. E kalojmë votim atëre. Kush është dakord? Kundër? Nuk ka. Abstenim? Nuk ka. Me 17 vota pro miratohet. Faleminderit. Kalojmë tek pika 5 e rendit të ditës, që është një dorëheqja e një nga kolegëve tanë, përfaqësuesi maxhorancës, i cili ka paraqitur pranë Këshillit Bashkisë dorëheqjen dhe ftoi Komisionin e Mandateve të lexojë materialin. Zonja Eglantina. Po. Në zbatim të ligjit numër 139 të 2015-s, kemi përballë një raport heqje mandati. Atëre, një miratimin e raportit për heqjen e mandatit zoti Ronaldo Skënderi, kandidat në listën shumëemërore të Partisë Socialiste së Shqipërisë, pas krijimit të kushteve për mbarimin e mandatit para kohët të Këshillit Bashkiak, dhe sekretari i Këshillit të ndjek procedurat e nevojshme ligjore për heqjen e mandatit dhe plotësimin e vakancës. Raporti mbajtur sot në datën 15/9/2025 në Bashkinë Maliq nga Komisioni i Mandateve Rregulloreve Çështjeve Juridike, Qeverisë së Mirë, Administratës, Zgjedhjeve, Strukturave Komunitare pranë Këshillit Bashkisë Maliq, i përbërë nga Pranvera Begolli, Petrit Kupe, Kristiana Maleli, Ulson Ibrahimllari dhe Glantina Balli. Faleminderit. Pra, duhet të miratojmë dorëheqjen e njërit prej kolegëve tanë. Në pyetje s'ka. E kalojmë votim. Kush është dakord? Kundër? Nuk ka. Abstenim nuk ka. Pra dorëheqja miratohet me 17 vota pro.
Faleminderit kolegut që ka qenë pjesë e këtij institucioni e urojmë sukses edhe punë të mbarë në angazhimet e tjera. Këto ishin, kemi në një gjë tjetër tek të ndryshme të themi? S'kemi gjë, mirë, faleminderit. Jo, se di kush është përgjegjës këtu, po ne si fshat i Rëmbejtës kemi pothuajse 2-3 muaj pa ujë. Nuk na ka munguar asnjëherë ujë i pishëm, mirë po këto 2-3 muaj vjen vetëm një orë me rrjedhje të lirë dhe pastaj duhet ata që kanë me pompa kanë, okay, ata që janë pa pompa nuk kanë, dhe nuk e di kush është arsyeja. Po tani ujësjellsi është sha dhe nuk ndoshta të bëni një kërkesë drejtuar ujësjellsit apo nuk di si të them realisht. Mos ndoshta është si pasojë e kushteve të atësirë, sa kohë ka që s'po furnizoni? S'dim të themi dhe nuk është as kryetari i bashkisë faktikisht që të ndoshta kishte një informacion më shumë. Mirë, faleminderit, ditë të mbarë në vazhdim.